Një shqiptar është vrarë me armë zjarri në një atentat në Toronto të Kanadas. Viktima është identifikuar si Paulin Harusha, 43 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar të autoriteteve, 43 vjeçari Paulin Harusha ndroi jetë në vendngjarje pavarësisht përpjekjeve të ekipeve mjekësore për t'i shpëtuar jetën. Harusha u gjeti qelluar me armë brenda një automjeti. Sipas dëshmitarëve, autorët e dyshuar janë larguar nga vendngjarja me një automjet përpara se të mbrinte policia. Në një konferencë për shtyp, inspektori Jonathan Ross nga shërbimi i policisë së Torontos deklaroi se motivi i krimit mbetet ende i panjohur. Hetimet vijojnë ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që kanë informacion të kontaktojnë policinë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.